I bëj thirrje me këtë video Ivanka Trumpit, edhe dashnorit vetë që i fut Jared Kushner. Për kthejani jamon, mos rriti flas anglisht. Nuk më domeni që keni bërë zgjedhjen e dur me zgjedh ishuin e Sazanit për këto Epstein liqet që keni nërmen me bone të ardhmen, e sidomos tunelet e nëntokshme që ka Shqipëria. Ju bëni çfarë doni, domethënë se për ju, po ju a them, s'po ju them për vete. Ka mundësi të ketë rrejtë dirama, mund t'ja ketë bënë me import kështu, hajdeni mos ju a bëjon këtë punë, kupton? Nuk bëu për këtë punë Shqipëria, nëse përdorni tunelet shqiptare bien mbi toka, nëse ndërhyn të nën toka, nuk bën Shqipëria për këtë punë. Për ju që s'keni pa lajmet të ditë, besojeni se jo gjithë gjonat që do ju ka ndodhur dje dhe sot. Nëse harrova në njërin më thoni, e kuptoj se po bëhen shumë, më ngatroj me njëra tjetrën. Kjo video që po shihni është një rrugë në Elbasan, që quhet Auto Moto Park, edhe ka rrshit, ka ra toka mrena. Në këtë video tjetër këtu do shihni se është çë dhe ka ra pedonale që është ngolem. Te kjo video tjetër do shihni që është çë asfalti që është në rrugën e Lumit Vlorës. Te kjo video tjetër do shihni që është çë dhe ka ra 9 cm akse librazh prenjas. Te kjo video tjetër do shihni që ka ra asfalti te Unaza Burrelit. Te kjo video këtu do shihni që është çë dhe ka ra tokat e segmenti Bobështit Zdardh. Te kjo video tjetër do shihni që është çfarë rruga e vetmi që lidh Tiranën me Korçën, që është rruga Maliq-Grëmsh. Te kjo video tjetër do shihni që ka rrshit dhe ka ra toka që është rruga Librazh-Qafan. Te kjo video tjetër do shihni që është çfarë muri ansori rrugës Arbrit. Te kjo video tjetër do shihni që ka ra rruga e Dardhës. Tash unë se di kush e kishte fajin, domethënë se doli edhe ky lajm tjetër që ka pas një tërmet në Lushnjë, ka një 4.2 ball, domethënë gjithë këto gjona nga tërmeti, po kur ndodhi ai tërmeti një 7 ball në 2019, pse nuk ranë zemra. Thjesht po ju them që mos ju duket dash çudima, kupton? Këto po ju a thonë që po ndodhin gjithë këto gjona nga aktivitetet nëntokshme, se ky është tërmeti, e kupton? Puna është nga e dim kush e shkaktoi këtë tërmet, këto aktivitetet nëntokshme. Nga i dim që nuk janë aktivitete artificiale të nëntokshme. Kot për kuriozitet, nuk është se nuk është e famshme Shqipëria që ka 700.000 bunkera që në kohën e Enver Hoxhës. Për çfarë mendoni se i ka boze, nuk mendoni se ka tunelet nëntokshme që i lidhin gjithë këto? Janë 700.000 bunkera. Jemi të famshëm për këtë gjë, domethënë. Nuk mendoni se ka një Shqipëri poshtë Shqipërisë, poshtë tokës ku keni vu komët tash, ka një shtet tjetër aty poshtë, o zemra. Ju a garantoj këtë gjë. Kështu që ne dëshëm i bë thirrje Ivankës, bashkë me atë loqen që ke për krah, domethënë, nuk është ide e mirë Shqipëria, nuk bë për këtë punë Shqipëria. Qofse ndërhyn nën tokë, siç u thash, bie mbi toka. Nuk bëu për këtë punë, kupton? Ndërsa i mesazh fundit për Ramën. Ilaçe i bofsh më burra, kuptoj, inshallah i bë penicillin, inshallah i bë antibiotik, domethënë ilaçe antikancer, kimoterapi, gjëra kështu, gjërat më të këqija në botë me pak fjalë, kupton? Hajt natë më mirë.